Janë disa vende që lejot haptas mu dhonë sadakaja, vëllez të ndershëm. Por ka mundësi edhe ajo haptas mu fqe. Një ornak dhe një model të bukur që është në mesin tonë, unë nuk e njaf. Në mesin e këtij xhamatit nuk e njaf. Pas vëllezërit të cilët ma kanë rrafejket nuk e njohon. Do të thotë që ka njerëzi që e fqejnë sadakan dhe shpresoj të Allahun që inshallah Allah është i nënhijen e arshit të tij. Do të thotë kur e ka dhënë një sadaka në këtë xhami, e ka pështjell me 10 denar. E mbrenda ka pas më shumë se 10 denar. Dhe kur e kanë shpalu ato vëllezërit dhe shohin diçka që nuk është edhe denarshi. E thash vallahi kjo prej veprave që fqehet sadakaja. Dhe shpresoj të Allahu që inshallah Allahu e çon nën hijen e arshit të tij. Se ka dosh me fqe sadakon e vet. Që as tjetri asaj afër që e kon mos me ditë çka ka në to. As kush se ka ditë se çka ka në to. Për këtë vëllezër të ndershëm, kjo është një vepër prej veprave e pruna si shembull që ka në mesin ton, në mesin e besimtarëve në këtë kohë njerëzi që fqejnë sadakan e tyre. Nuk do të thotë se thonë, abe kjo ka konë kone pejgamberit, kone Abubekrit, s'ka sot Abubekar, s'ka sot Omer, s'ka, për një men nuk ka si kur ato, për ne të hecna në hapat e tyre, të shkojmë pas hapave të tyre.